nga mospasja e idesë dhe programit, BDI-ja është bo bajat, sidomos me autopalantat e tjere, me disa, gazeta që janë financuar në mënyrë të majme, në kohën e BDI-s, dhe ne nuk vakmi ndalë havën, se nuk jemi si BDI-ja, mundohen çdo sikrim ta kapin, për zgjedhje. Zgjedhje do ketë zgjedhje lokale me tetor, le të urnojnë, le të matën pra zgjedhjet lokale të ardhshme. Ahmeti ka bo koalicion me Dodushin, me partitë bosnjake, me 9 parti, pak jo dukun, e fton edhe zotin Taravarin. Nuk di edhe kanë dhe efton, po le të urnojnë edhe ashtu si është, sepse populli do din ta dënon si që dënoj, para 9 muajve. Pra ato kapën të një kumtes, e cila nuk ka të bëjë me zgjedhjet parakoshme. Ju e dini që çdo mëngjes, BDI ka në punë, s'ka në punë, në 8 mëngjes e bombardon opinionin me lajmet e rreshme, me vajtimet e tyre për të kthyer në pushtet dhe për të shpëtuar nga përgjegjësia, nga burgosjet. Pra BDI nuk e ka hallin e shqiptarëve, nuk e ka hallin e të drejtave të shqiptarëve, e ka hallin e vetë, sepse ik përgjegjësisë që duhet ta jep pas qeverisës të keqe, sidomos në 8 vitet e fundit në krye me zotin Grubi, Osmani dhe të tjerë.